Bllokada e krijuar me Kuvendin e Kosovës do të jetë tema kryesore e intervistës së sotme me deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje Arber Rexhaj, me të cilën do të flasim edhe për mënyrën ose qëndrimin e Lëvizjes Vetëvendosje deri më tani sa i përket konstituimit të Kuvendit, por edhe për zhvillimet e tjera politike që kryesisht ndolidhen me formimin e institucioneve. Atëherë Arber, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë Arber, sot përsëri dështoj për të 19-ën herë konstituimi i Kuvendit. Çka po ndodh tani dhe si sqarohet gjithë kjo situatë, ose a ka shpresë që të paktën në seancën e radhës mund të ketë ndonjë ndryshim? Fillimisht faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem në këtë intervistë bashkë me ju. Po ju po e shihni edhe vetë, pra tashmë ka standard në kuptimin e asaj që gjykata kushtetuese me akvendimin e saj të fundit ka thonë që subjektit fitues i takon propozimi. Dhe kur thot kështu në frymën kushtetuese, pra konstituimi i Kuvendit, zgjedhja e kryetarës në këtë rast dhe nënkretarëve është akt solemn. Domethënë në këtë prizmë kjo i bie që përgjegjësia nuk i takon pra një subjekti politik, por i takon të gjithë deputetëve, pra të cilët janë zgjedhur nga qytetarët e Kosovës. Dhe natyrisht ne kemi dhënë një emër. Derisa japni një emër, i bie që ndoshta ju e keni edhe përgjegjësinë për të siguruar votat tani, për ta kaluar atë emër, apo si sqarohet kjo? Po kështu në aspektin objektiv. Sepse dhe në të kaluarën kështu ka funksionuar, apo jo? Në të kaluarën ka mundur të funksionojë për arsye se nuk e kemi pas një vendim të tillë. Pra subjekti fitues e ka pasur për obligim që pra të siguroj numrat edhe për kryetarin e Kuvendit ose kryetaren dhe sigurisht edhe për qeverinë. Në rastin konkret, me qenë se pra janë këta deputet të cilët po votojnë e cilët pra janë transparent, në munges të 3-4 deputetve, Lëvizja Vetëvendosje pra thirr në objektivitet, në atës që pra ne mbështetemi, pra në akvendimin e gjykatës kushtetuese që ta zhbllokojmë. Tash ka tendenca dhe thirrje, s'po them prej subjekteve opozitare, por prej subjekteve të tjera politike, të cilët qysh në fillim pra kanë filluar rolin e subjekteve opozitare. Pse po them kështu? Sepse përsa kemi filluar jetën institucionale, ata kanë refuzuar pra edhe votimin e verifikimit të mandateve. Një dokumenti që vjen nga KQZ-ja, ku deputeti i pranon detyrat të përgjegjësitë të cilat i ka marrë prej qytetarëve të Kosovës. Pra, edhe një përsëris, qysh në fillim, pra kemi pasur një rol opozitar. Mendon se pra Kuvendi i Kosovës po e përsëris edhe për tretën. Apo ju pengon tani ky roli opozitar apo çfarë? Si sqarohet? Sepse u tejkalua tashmë ajo çështje u tejkalua tani çështja e unë po mundohem me shpjegu. Që ka pozicionim të partive... Pozicionim mendësi opozitar, kjo është e para. E dyta, deputeti i Republikës së Kosovës i merr detyrat edhe përgjegjësitë në kuptimin e mbrojtjes së jetës qytetare, të sovranitetit e tjera. Dhe në këtë kuptim, qysh në start i ke pas një tendencë për mos me votu drejtën. Dhe mendoj që kjo ka paraqit një farë probleme qysh në fillim. Pastaj, me qenë se ka pas një situatë të tillë në Kuvend, kryetari Kurti, në këtë rast kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës për Albin Kurti, i ka ftuar 2 liderët e 2 subjekte më të mëdha, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike. Pra, për një takim i cili pra ka pasur të jetë 3 palësh, ka përfunduar një takim 2 palësh, kryeministri së bashku me Memri Krasniqin, i cili takim ka zgjatur shumë shkurt, pa pjesëmarrjen në Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe prej bllokadës së parë ke filluar në bllokadën e dytë. Pastaj ne kemi tentuar, kemi dërguar një letër drejt Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pastaj kemi dërguar edhe të dytën, ku kemi kërkuar një koalicion, ku do ta kishim një shumicë e cila megjithatë do të krijonte hapësirë për ta votuar në të ardhmen, meqense se kemi pas një vit edhe votimin e presidentës, dhe për ne ka qenë e domosdoshme krimi një qeverie për Lëvizja Vetëvendosje, për Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nismës social-demokrate. Ju e keni pa propozimin e Lidhjes Demokratike, e cila thirr që ne të kthehemi të kalumës. Pra ne kemi thonë,
Partia Demokratike e Kosovës në opozit, LDK-ja së bashku me nismën dhe me ne në opozit, ata e thrasin prap Partinë Demokratike të Kosovës. Tash nëse më thoni ata nuk e kanë pranu e tjera, unë them kështu, që Lidha Demokratike e Kosovës, qysh prej domthon pavarësisë së Kosovës, ka bërë koalicion me gjitha subjektet domthon politike. Edhe me ata madje që i ka akuzuar shumë nant. Pra me PDK-n, me listën sërbe, me Aleancën për Razmërinë e Kosovës, ndërsa në anën tjetër. Po, me gjithë, a nuk ka qenë e prishme prej LDK-s ketë një shëndrim të tillë duke parë atë gjuhën me cilën vetëvendosje gjatë gjithë kohës ka ofenduar këto partitë opozitare tani, a nuk keni qenë pak, a dukeni qenë të befasuar me këtë shëndrimin e LDK-s apo çfarë? Po, a dim pse? Pse? Sepse është kjo LDK, e cila PDK-n e ka akuzuar me vite për vrasje politike dhe ka bërë koalicion me ta. Pra, nëse në fushatës zgjedhore ti përdor një diskurs i cili më duket pak më radikal, e kritikus... Megjithatë ju e keni ofenduar, keni përdorur terma pejorativ, terma ofendues, kanë përdorur edhe ata. A nuk është dashur ndoshta kërkoni falje para sa ta ftoni? Kanë kërku falje sa ta, kanë sharë në kuvend me... Po tani a duhet sillen të gjithë njëjtë? Po nuk po them që duhet të sillen, unë po them një gjë tjetër. Unë po flas në aspektin përmbajtësor. Pra keni Lidhja Demokratike të Kosovës, e cila për shembull ka pas një koalicion pra në kohën e Isa Mustafës me Partinë Demokratike të Kosovës edhe me listën sërbe. Dhe në marrëveshjen, cilën e kanë bërë paraprakesh, kanë qenë 3 gjëra kryesore fundamentale negative për Kosovën, për përmendim veç 2. E para, asacioni mu kriju më nëna 6 muje, e dyta, zavend shefi i inteligjencës me qenë kryesisht si derivat i listës sërbe, edhe mu hek prej AKP-s ato farprona të cilat kanë qenë në privatizim. Po pse ti diskutojmë tani këtu? Po flasim për diçka të kaluar. Sot ka një bllokat tjetër, tani a do duaj pse gjatë gjithë kohës duhet të akuzohen parti tjera për situatën e bllokuar. A nuk e mbani edhe ju pak përgjegjësinë për këtë situatë, sepse tek e fundit jeni parti fituese, gjykimi thotë që ju do ta propozoni emrin, tani si mund dilet? Sepse po duket që LDK-ja qartë nuk po don të hyjë koalicion me juve. Si duhet dilet? Cili është opsioni i radhës? Cila është përpjekja e radhës? Po kjo që thoni ju nënkupton të veprim institucional, partijak, komunikim, gjë për cilën domethënë ne nuk kemi ngurru. Pra kemi bërë veprime të cilat na kanë dërguar në komunikim me ta. Lidha Demokratike e Kosovës që ka dashur marrë në takime. Pra ka pas një farë refuzimi kështu klasik të fjalës. Ajo dëshiron me pas një farë të qeverie gjithë përfshirëse, sepse nuk i konvenojnë zgjedhjet, sepse nuk do me vetëvendosim, pse nuk shkon pra me PDK-n. Unë mendoj që tash për tash Lëvizja vendosi me qenë se është subjekti i parë me 42.2% të votave të qytetarëve, që i bie mbi 48% të votës shumicës shqiptare. Edhe nuk arrini përsëri, me të gjitha këta numra. Veç këto e kam shumë transishme. Pra, ajo çfarë kërkon Lidha Demokratike e Kosovës është devijim politik i vullnetit të qytetarëve. Pse po e them këtë? Edhe do ta mbështes me dy argumente. E para, është devijim politik i vullnetit të qytetarëve, sepse qytetarët kanë vendosur për ty në 42.2%, që i bjen 48% e shumicës shqiptare. E dyta, që prej pas pavarësisë Kosovës, kryetari Kurti është pra njeriu më i votuar, sesa edhe Ibrahim Rugova, pa dashur që ta lëndoj në kuptimin ose në kuptimin pejorativ të fjalës ta them. A konsideroj që janë këtu arsyet mjaftueshme që LDK-ja të ndryshojë qendrimin? Po jo, kjo është objektive, është arsye, kupton, për te arsyes, sepse është qytetari ai i cili ka folur ty në zgjedhje. Tash kur i themi ne në rregull, nuk po mirremi vesh, nëse për ne opsioni i fundit janë zgjedhjet, mirë po nëse pra në asnjë forme nuk es para kjo gjë, atëherë duhet merremi vesh që ta shpërndajmë kuvendin. Këta thonë jo, po qytetari ka votuar. Po mirë, nëse qytetari ka votuar, pse pra nuk e dëgjojmë vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës? Sepse ai ka folur në zgjedhjet që i patën para disa muajve. Jo, pra ju duhet ta ndryshoni emrin. Tash nëse i hym te emri, Albulina Xhiu jo rastësisht të zhvendos aty në kuptimin e mirëfillt fjalës. Pse? Sepse ajo është gruaja më e votuar prej gjitha listave
të partive politike, ka qenë ministre, është në detyrë, dhe kur vije fjala që thonë, po nuk është ajo e cila unifikon. Ajo tërë jetën, pra në kuptimin e jetës institucionale, si deputet ka qenë opozitare. Pra nuk e ka pasë mundësin që tjetë kryetare kuvendit e pastaj t'ja bëjmë ne një analizë asaj, ta shojmë se sa është. Pra duhet t'japët mundësia? Po sigurisht pra. Shto këtu, që vendosja ka propozua pra edhe një grua në në këtë pozitë kryetarës së Po me gjitha arve përsëri nuk po ju mjefton, po kërkojnë ndrimin e emrit. Çka më pengon mu mas shumë ti, ta them sinqerisht. Për shembull, ka deputet, të cilët thonë që ne respektojmë familjen e zonjës Haxhiu, e respektojmë të kalumen e saj, me po nuk mund t'ja japim votën. Ne nuk e ndryshojmë emrin e zonjës Haxhiu, sepse ajo i bie që nga shtëpia jote, pra ty të hysh në shtëpinë time dhe të fillosh të përzihesh rreth emrimeve. Gjatë që jam sigurt që këta nuk e votojnë asnjë emër. Pra ato është ndoshta arsyeja pse edhe nuk e ndroni emrin apo se? Po jo, arsyeja kryesore është parimore. Ne kemi vendosur një grua, sepse PDP-ja po thotë që ndrojeni emrin, ndoshta votojmë diçka tjetër. AKJ ka disa propozime të tjera. Kjo e bie që kur të votohet kryetari i kuvendit, në kryetarët e kuvendit aty që zgjedh PDK-ja dhe partitë edhe LDK-ja, ti themi ne se kemi atë fuqi, e kemi atë mundësi, ti themi jo, kjo nuk po m'pëlqen, a bën këtë tjetër. Apo i bie që do të kushzoni edhe kështu në këtë formë se vjen punat e çështja e nënkryetarëve apo si është? Nuk i bie që do të kushzojmë se ne nuk e kemi konceptin as mentalitetin e tyre. Mirë, po ajo çfarë po them është kjo, që në rast se sigurojmë votat për kryetarët të kuvendit, lëvizja vendosje pra mund të luajë në levën e njëjtë. Ta bllokoj pra çështjen. Mirë, nuk po m'pëlqen, domethënë, ky kandidat ose kjo kandidate vendose këtë. Tani është ti nuk mund të përzihesh në emrimin ose në vendimet e një subjekti politik. Unë mendoj që si përfundim krejt kësaj, deputetët e Kosovës, deputetët e Republikës së Kosovës, pra duhet i thrasin mendjes, arsyes, përgjegjësisë që na kanë dhënë qytetarët e Republikës së Kosovës, të veprojnë mbi bazën e frymës të domethënë vendimit të fundit vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese, edhe tash bllokojmë këtë situatë. Tashti, unë mendoj që në këtë fazë, ne veç se do duhet të flisnim për mënyrën e ndërtimit të institucioneve pra të themelimit të votimit të qeverisë. Do të shkonim në pjesën atë 15 diqen, ku vetëvendosja tregon a i ka ato gjatë në numra, apo nuk i ka. A i ka që ata gjatë një deputet, apo nuk i ka. A i kene nuk i kere? A i kene 6 numra? Po, kryeministri Kurti shumë qartë, për thotë, unë jam shumë i sigurt, madje mbrëmë, tha diku, në televizion publik, tha që unë i kam gjatë një numra, mirë, po kam probleme rrësaj, dhe kjo i takon gjithë deputetit. A nuk është koha ta shëroni për publikun kush është prej deputetëve që e voton qeverin Kurti, por nuk e voton propozimin e lëvizjes së vendosjes për kryetar të kuvendit? Kush mban qëndrime të tilla? Veç më lejo edhe diçka, se kam shumë të rëndësishme. Me 8 prill, kryetari i Lidhjes Demokratike, pra zotëri Abdi Gjiku, e ka një qëndrim të tij edhe të LDK-s në profilin e tij ose në faqen e tij në Facebook. Ku thotë që ne do të votojmë sepse kjo gjë domethënë është e vendosur me vendimin e gjykatës kushtetuese edhe do të esin përpara. Pra, gjatë rrugës, pastaj këta mendoj që e kanë pa që do të kenë probleme në kuptimin asaj të jo vetëm të krijimit të qeverisë, që ata pretendojnë që ne nuk i kemi numrat, mirë po, mendoj që sërish të ta ka hy inati politik, jo përgjësia institucionale, pra përmes diskutimet cilat kanë mundur, pra t'i kene HPR, edhe në fund, pra dominon inati, dominon ku ata përherë janë thirë në institucione, në këtë përgjësin institucionale, edhe mendoj që, pra po e them, kjo përgjithësi i takon 120 deputetëve të zgjedhur nga vota e qytetarëve. Mendoj që është përgjithësi e secilit
që ta kalojmë këtë fazë, edhe të kalojmë në fazën normale të formimit qeverisë. Cilën fazë tani, votimin e fshat, themelimin e komisionit për votim të fshat, apo sepse tani 10 hera të fundit, më duket, ka qenë 10 herë që e keni propozuar çështjen e komisionit për votim fshat, cilat partitë tjera po thonë që nuk përfshihen në shkelje ligjore, po konsiderojnë shkelje këtë mënyrë të ndryshimit të votimit tani. Po shumë qartë, deputeti i Kosovës ka të drejtë votoj pra në mënyrë transparente, siç voton pra ose me dorë ose me sustën që kemi ne aty, e që nuk është shumë problem, ose edhe në mënyrë të fshatë. Gjithmonë ka ekzistuar kjo, shumë problem këtu. Pse nuk keni shkuar prej fillimit me mënyrën e fshatë? Pse në mes erdhi kjo? Sepse kemi konsideru që mund të ketë deputet ose subjekte politike që dojnë me rujt rolin e vetë opozitar, po megjithatë i thirrin mendjes arsyes për me votu edhe me të kalu këtë fazë. Pra dhe këtu shohim inate ngërqet cilat dominojnë të spektri opozitar. Gjë që për Kosovën besoj që kjo është e damshme dhe nuk do koment. Po, dhe edhe sa do a propozoni tani, njëjtin propozimi cili nuk ka lënë? Ose a mund të presim që ndonjë ditë mund shkohet në kuvend me një marrëveshje politike, apo vetë po tërkohën ne insistojmë në marrëveshje politike. Cilën marrëveshje? Çfarë përpjekje po bëni aktualisht Arbër për të po ne tash nuk e di, besoj që kjo çështje i takon edhe kryetarit tonë, mirë po. Ne kemi propozuar, për shembull, kur ishte refuzimi për të votuar mandatet e veta, domethënë edhe vetëm për me marrë përgjegjësinë që i takon. U dash me shpjegu në atëfar komisionin aty se çka kjo kushton Kosovës. E te e kaluam atë gjë. Pastaj gjatë tërë kohës ne kemi pas veprime. Ne kemi shkuar te presidentja e cila së fundmi i ka thirrë gjitha subjektet politike në takim. Nuk kemi refuzuar. Pra kemi thënë mendimin tonë. Ku është thonë qëndrimet njëjta, të gjithë kanë dhënë qëndrimet njëjta. Pra duket që as takimet e thirrura nga presidentja nuk mund t'japin ndonjë rezultat apo si. Po ne nuk e kemi shkruar akvendimin pra të gjykatës kushtetuese, ku thot që propozimin ata ka neve dhe kryetari i kuvendit ata ka neve. Kur rrjedhimisht konstituimin e kuvendit të bën akt solem. Ajo është akt solem. Megjithatë po shfrytëzohet ky vakumi sepse nuk sqarohet sa herë ka të drejtë partia fisuese ta propozojë dhe akuzoni që ndoshta gjykata kushtetuese një interpretim nga ana që ne çat akt vendim nuk e kemi shkruar, nuk e ka shkruar ato lëvizja vendosje. Pra çaj akt vendim është në fuqi. Ne pra po e kërkojmë kryetarën e kuvendit me na votu sepse çashtu po e thonë institucionet. Çashtu mund të ecim përpara. Po nuk po ecim përpara, nuk po ecet Arbër përpara. 19 herë pra ka dështuar. Tani a do duhej të kishte ndonjë përpjekje ose të paktën kjo idea për marrëveshje politike, pse nuk ka përpjekje më të mëdha për dalë prej situatës. Saktësisht, unë po e them një gjë. Sigurisht që do të ketë veprime të tjera, të cilat besoj që po i mendon Kurti, mirë po. Unë po them që ka pas veprime konkrete. Ne kemi thirrë në takim subjekte politike, normalisht subjekti më i madh. Se ai cili ka fitu 42.2% të votës në zgjedhjet e fundit, 48% të shumicës shqiptare. Dhe në takim na ka munguar njëri. I dyti ka qenë, domthonë, më njëherë kemi kërkuar koalicion. Natyrshëm kur pra nuk kemi, meqense se kemi pas 50%, kemi kërkuar koalicion me një subjekt ku ne mendojmë madje edhe në sondazhet e fundit. Megjithatë para se të kërkonit ose të dërgonit fesë LDK-s, ju gjatë gjithë kohës keni deklaruar që i keni numrat për qeveri. Tani duket kjo një manipulimi i situatës sepse thoni që i keni numrat për qeveri, ndërkohë më pas doli kjo kërkesa që ta ftonit LDK në bashkëqeverisje. Jo, sepse mendoj që Kurti si vizionar ka menduar në kuptimin e një qeverie që të i kalon pra sfidën e zgjedhjes së presidentës. Pra nuk është ajo që po thoni ju. Pra ne me njëherë, pas një viti, e kemi zgjedhjen e domon votimin e presidentës, domon cila duhet pra me u votu në kuvendin e Kosovës. Dhe me qenë se duhet që aty në kuvendin e Kosovës të jenë 80 deputet të pranishëm, ne kemi ndu një solucion, një koalicion, ku është Lidha Demokratike e Kosovës o nisma së bashku me neve, që më duket të i bëjnë 77 numër nëse s'ka bëjmë së më zeni për gjuhë, ose më pak, dhe në këtë kuptim, të ta kishim pra një gjatësi më të madhe të qeverisë. Tashti, nëse formuat qeveria me gjatë e 1 deputet, gjatë e 2 deputet, ose gjatë e 3, do ta kishim një qeveri e cila do të kishte jetë deri në
votimin e presidentës nëse nuk do të kishte dakordim. Dhe normalisht do të shkonin. Pra po thoni që ka rrezik që edhe qeveria e ardhshme formuar mund të rrezohet në kur vjen çështja e presidentit. Nuk rrezohet, pra nuk mund të shkojë tutje. Nuk mund të shkojë tutje për shkak të mosigurimit të votave të presidentit. Pra këta domon gjendja. Pra po e pranoni që po formoni një qeveri të bresht me këta numra që jo. Po e formojmë një qeveri e cila, sepse, shikoni, ata kot nuk e kanë vendosur numrin gjatë e një të deputetëve për me e kriju një, sepse janë shumicë. Nuk do më thonë që është qeveri e bresht. Përkundrazi. Megjithatë ka kufizime, apo jo, se me këtë shumicë nuk mund të kaloni për shembull marrëveshje ndërkombëtare, çështjen e presidencës dhe shumë çështje. Ne nuk kemi mujt me kalu marrëveshje ndërkombëtare kur kemi qenë 50%, se ligji dyfish në kuvendin Kosovës, lista sërbe që e certifikun këta, e që ishte një rast historik për me ndalë njëre për gjithmonë me na hy do parti sërbe në kuvendin Kosovës. Këta e humbën rastin historik, na humbën Kosovës. Po kjo tem tjetër, me qenë se s'po flasim për këtë tem, po flasim për konstitutimin e kuvendit, unë po them që madje për shkak mu i me dhonë një përvojë që ka mujt me po në kuvendin Kosovës, një 4 muaj para përfundimit të mandatit, kemi qenë shumë efektiv në votimin e ligjeve, ani pse kemi qenë gjatë të 2 apo gjatë të 3 deputet. Unë kemi kalu projekt ligje, raporte, edhe kemi votu, do më thonë, në mënyrë shumë të rregullt, në seanca të rregullta, nuk kemi dështu. Pra nuk do më thonë që është qeveri e brisht. Mirë, a mundeni me sqaru kush është ky 61 deputet që cilët e votojnë qeverin, por nuk e votojnë kuvendin? A është çështja e nismës pasi që nuk ja keni dhënë që është pozitën e kryeparlamentarit apo çfarë? Po unë kam shpresë që pra me qenë se Kurti e tha mbrëm që ka pas takime me Fatmir Limën, e përmendi një parakusht aty. Unë kam shpresë që pra Kurti dhe Limaj do të mirën vesh, pastaj jo çështja e një deputeti aty. Pra nuk ka ende marrëveshje me Limaj. Po sikur të kishte ai do të bëjë publike, realisht do të dilnin sigurisht Kurti dhe Limaj do ta tregonin këtë gjë, nuk ka publike, mirë po ka parafrim qëndrimesh dhe unë nuk mendoj që pra nuk mund të bëhet kjo gjë. Po unë kam shpresë që mund të bëhet kjo gjë. Vetëse unë do të dëshiroja personalisht që ta keshim një qeveri e cila do të përbëjë edhe prej LDK-s. Tashti mos harroni e përmenda me 8 prill, Lumira Abdigjiku, pra në seancën e datës 15 prill, nëse s'ka bëj, ka thonë që po shkojnë për me votu, sepse është akt solemn, do më thonë, nuk e ka pas këtë mentalitet bllokues. Dhe gjatë rrugës, mendoj që këta kanë fillu me u bë destruktiv. Jo qëllimisht, po e përmendi. Shka mendoni që i ka shqyrë bën destruktiv, si po thoni jo tani? Emri kryeparlamentarit ndoshta, nuk i pëlqen emri kryeparlamentarit apo çfarë? Po jo bre, absolutisht. Ata e dinë që zonja Gjiu është njëna prej deputetëve më të vjetra aty me vot më shumë, me integritet e tjera. Unë mendoj që kjo kauza të cilën ata po mundohen që ta krijojnë në kuptimin kundër Albulena Agjiut, sigur ta kishin ndaj kundër në listë të sërbe, unë do të isha shumë i kënaqur. Po se kam pas. Pra kena pas mundësinë që me argumente me ndalë edhe ata mësajme me gjetë një emër tjetër, më regjistru me një emër tjetër, edhe mësajme na hinë do subjekte tjera të cilët për një mend flasin e diskutojnë për problemet e sërbëve të Kosovës, e nuk janë dirigjuar prej Beogradit. Po kjo gjë nuk ndodhi, tashti nëse ti tankohen, nuk flet kundra listës sërbe, tankohen flet mu kundra Albulena Agjiut, atër mu mblen seriozisht me kuptu që këtu pra është një farë inati politik, një farë destruktiviteti, sepse ke ndryshim të qëndrimeve të tua. Ndryshim qëndrimeve keni edhe jo tani? Për nismën nuk keni pas qëndrimet njëjta si tani si që referoni, apo jo, për Fatmir Limajn? Po, kur ne po flasim, ne kemi qenë kundër pra panit, si tërsi. Dhe aty ka qenë edhe nisma. Pra, në pjesën tjetër, më pasaj ka qenë opozit një kohë. Dhe kjo ka bërë që të ndryshoni qëndrimet? Po jo, kjo nuk ka bërë me ndryshu qëndrimet. Kjo ka bërë që në atë kohë, pra, koalicioni i cili ka qenë shkatrus për Kosovën pra pani, i përbër prej subjekteve PDK Aliancë Nisma, realisht e keni pa, në gjdo mëngjes, unë atër kam qenë deputet, gjdo mëngjes serim që me lezu diçka, e kam pa një skandal dikon, një korupcion dikon. Dhe konsideroni që në bashkëqeverisje me ju nuk do të kishte skandale tila me Nismën?
Po unë konsideroj që ka mundësi bashkëpunimi me nismën, e cila tash ka 3 deputet. Mirë po... A kanë kushte nisma për pos këtyre që e kemi parë për çështjen e kryeparlamentarit, sa i përket qeverisë? A kanë kërkuar ministri Peshanka? Veç më lejani, unë e mendoj që është pak e padrejt, jo pak, po shumë e padrejt, që me 3 deputet, pra nisma me kërku pozitën e kryeparlamentarit. Pse? Sepse kjo nuk i bën derë as nismës, në kuptimin asaj që ne i dim fatet e partive që kanë qenë tretat e të katërtat që kanë marrë edhe kryeministët, si që është për Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ku shkoj ajo qeveri? U detyru pra atë kohë zotëria Haradinaj me dhonë dorëheqje. Dhe mendoj që mbi bazën e forcave politike cilat i kemi në kuvendin e Kosovës duhet më bëjë edhe kërkesat. Pra sa ke fuqi politike, e bën edhe kërkesën. Da ka fuqi për të kërkuar ose për t'ju ofruar një ministri pasi që çështja e kryeparlamentarit? Ajo çështje i takon atyne pra dy kryetarëve. Pra zotëri Kurtit si kryetari një subjekti i cili ka fituar edhe njerë 42.2% dhe 48% të votës shumicës shqiptare, edhe një kryetari i cili pra ku ne kemi vullnet për me bo një koalicion me ta, i cili ka 3 deputet. Dhe në këtë kuptim, menoj që nisma reflekton dhe nuk shoh problem, personalisht, nuk shoh problem rreth një koalicion të mundshëm me nismën socialdemokrate. Unë nuk shoh problem këtu. Unë problemin e shoh pikërisht te konstituimi i kuvendit. Nëse këta thonë, ju nuk i keni gjatë numra, na jepni pra mundësinë që t'ua tregojmë juve a i kemi apo nuk i kemi. Nëse nuk i kemi, pastaj është çështja e presidentit ku t'ja jep të drejtën e dytë. Do shta ne jep neve, do shta atyne, apo kuptoni? Po, dhe krejt në fund, pasi që jemi në fund, Arber, nesër në Kosovë do qëndroj shefja diplomacisë së jashtme Kaja Kallas dhe deri më tani është e qartë kënë do të takoj në Maqedoninë Veriut dhe në Beograd, por në Kosovë nuk dihet. Kënë do të takoj, ka thënë vetëm komunikata shkruan që do të ketë takime përfaqësues të partive politike dhe shoqërinë civile. A do të ketë takime me liderën e lëvizjes vetëvendosje dhe tani kjo çështja që nuk do të takoj kryeministrin na tregon pak edhe për situatën aktuale politike në cilë gjendemi apo çfarë? Nuk e di, mirë po flas me nëse. Nuk e dini pra nëse do të ketë takime kurrë? Jo, nuk e di sepse nuk kam qenë i përgatitur, sikur ta dija do të pyesja dhe do t'ja jap përgjigjen me njëherë. Është dashur ndoshta të më tregoni pak më herët. E para e dyta, tash është kryeministër në detyrë dhe normalisht edhe përgjegjësitë cilat i ka janë për të mos e lënë pra shtëpinë pa zot shtëpie. Edhe në këtë kuptim mund të marrë informacione dhe t'ju tregoj. Tash nuk e këti. Mirë, atëherë ju falenderoj shumë që ishte sot. Faleminderit. Faleminderit. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës dhe rikthehemi me zhvillimin.